Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh do të fokusohemi me patjetër tek Egli Tako, një nga personazhet që në fakt me natyrën e saj, me pozitivitetin e saj, me energjinë e saj, na ka bërë të gjithëve për vete, na ka dhuruar të gjithëve dashuri, na ka dhuruar të gjithëve pozitivitet. Egli Tako së fundmi është në qendër të vëmendjes pas suksesit të garantuar në fakt që solli kënga Gabimet. Egli është duke e shijuar çastin edhe momentin e saj. Një ndryshim rrënjësor erdhi në jetën e Eglit. Unë mendoj që dhurata që pas një lodhje të madhe duhet t'i bësh vetes është ndryshimi që i bën ti vetes tënde. Dhe në këtë rast Egli Tako i ka bërë një ndryshim rrënjësor vetes së saj, do me thënë ka ndryshuar edhe stilin e flokëve, gjë që për herë të parë në fakt Egli thyen këtë rregullin tek vetja, sepse te gocat është një rregull interesant, ato nuk është se bëjnë ndryshime të tilla, por Egli siç duket dëshironte që të vi pak më ndryshe, dëshironte që të vi pak më në formë dhe është mirëpritur bukur fort nga publiku. Egli po tregon që po argëtohet pafund, do me thënë edhe pse tashmë ka ca mbrëmje verore ku Egli do të këndoj për shqiptarët kudo që janë. Egli na tregon që nuk lë anash edhe qetësinë e saj, edhe pozitivitetin e saj dhe shëtitjet. Ajo që në fakt ka rënë shumë në sy në fotografinë e fundit është varsja e Eglit që po komentohet. Unë e quaj më se normale derisa një vajzë është single dhe nuk është në lidhje, me patjetër që fansa do ta mençojnë, do ta ludojnë se kujt i përket ajo varsë, pse pikërisht shkronja A, çfarë e lidh me Eglin. Do me thënë menjëherë fillojnë këto dyshimet e mëdha, por unë e di që varsa është familjare, do me thënë është varsë private. E Eglit nuk ka të bën një lidhje me një histori dashurie, nuk ka të bën një lidhje me një romancë, përkundrazi, do me thënë Egli tashmë i është fokusuar 100% profesionit të saj, është fokusuar 100% të ardhmes së saj të suksesshme, që realisht po korre një sukses të jashtëzakonshëm tek publiku dhe siç duket me sa unë e shoh, nuk është se ka mendjen që të ndërtoj një lidhje në jetë apo të bëj diçka të hedh një hap më shumë. Nuk do të isha kundër një diçkaje sepse do të ishte shumë e bukur, në fund të ditës edhe Egli do të krijoj familjen e saj, por me sa shoh Egli është e fokusuar vetëm tek profesioni dhe tek puna fort. Do me thënë të punuarit fort është arma më e fortë që Eglin e mban në këngë.